27 qershor. Një vend i fshetë për të pafuqishmin. Sa e madhe është mirësia jote që ti ruan ndaj atyre që gjejnë streh tek ti. Psalmi 31:19. Përjetimi i hirit të ardhshëm shpesh varet nga fakti nëse do ta gjejmë streh te Perëndia apo nëse do ta vëmë në dyshim kujdesin e tij dhe të shkojmë të strukemi në streha të tjera. Për ata që gjejnë streh në Perëndin, premtimet e hirit të ardhshëm janë të shumta dhe të pasura. Asnjë nga ata që gjejnë streh tek Ai nuk do të dënohet. Psalmi 34:22. Ai është mburoja e të gjithë atyre që kanë shpresë tek Ai. E 2 Samuelit 22:31. Lum ata që gjejnë streh tek Ai. Psalmi 2:12. Zoti është i mirë, është një fortesë në ditën e fatkeqësisë. Ai njeh ata që kërkojnë streh tek Ai. Naumi 1:7. Ne nuk fitojmë apo meritojmë ndonjë gjë duke gjetur streh në Perëndin. Strehimi për shkak se jemi të dobët dhe kemi nevojë për mbrojtje, nuk është një vepër e cila lartëson vetëmjaftueshmërinë tonë. Gjithçka që bën është të tregojë se ne e konsiderojmë veten si të pafuqishëm dhe vendin e fshehtë e konsiderojmë si një vend shpëtimi. Në të gjitha ato premtime që sapo citova, kushti i bekimit të madh nga Perëndia është që ne të gjejmë streh tek Ai. Ai kusht nuk është një vepër merite, është një kusht dëshpërimi dhe pranimi i dobësisë, i nevojës dhe i besimit ton. Dëshpërimin nuk kërkon me ngulm dhe as meriton. Ai përgjërohet për mëshirë dhe kërkon hir.